Ja dhe një ditë tjetër. Oho, sa shumë dritë hyka nga dritarja. Shumë zhurmë dëgjohet nga jashtë. Po këta njerëz marama nuk kanë punë tjetër. Të shkretët sa punojnë. Oho. Ore pa dale, për sa është ora kështu? Ora 10 e mëngjesit. Shumë herët që nga. Jo, do fle prapun. Ç'ne unë të qohëm kaq herët. Bota se meriton që unë të zgjohem në këto orë. Nuk e meriton as pak pranin time kaq herët. Apo të qohem dhe të më admirojnë. Ti shkrepin ato të shkreta foto me mua. Ti mburën të njohurve se më njohin, edhe ti shohin të tjerët se me cilin kanë dalë në foto. Me mua. Ja u qova. Ja po dalë qo dhe njërë në dritare. Oho, ja dhe këtë djeli. Nuk ka pun tjetër aman. Na verboj. Po bëj i shkret, bëj një ditë pushim dhe ti. Bëj. Ja dhe telefoni bie tërkohën. Po hiq, nuk kam nerva të shoh. E di që do jenë duke më sjell fotot e arritjeve të punës time. Të shkretët si më besojnë. Ç'ti them unë, mi besojnë. Edhe gurin po ta quaj djath prap do të më besonin. Edhe pastaj pse të mos jem unë kaq i mirë dhe kaq i zgjuar. Nëse fola shumë. U lodha. Mendova, u qova, eca, pash nga dritarja. E po tani e meritoj që të fledhe pak, se tek e fundit unë e meritoj të jem ky që jam. Jam tjetër nivelun, jam shumë lartë. Dhe ti bot thuaj faleminderit që më ke, se po të mos isha unë, kë do admiroja ti pastaj. Nëse me kaq besoj se mjafton. Unë po flet tani.